Përshëndetje, kemi këtu me parashikimin e datës 5 prill të 2025-s. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme nga ndikimet planetare dhe mundësitë që do të na jepen. Kemi të bëjmë me datën 5, Marsi në Gafore përformon një gjashtkëndësh me Uranin në Dë, një kënd që favorizon surpriza të mëdha, emocione, aktivitete, ndryshime, punë, karrierë dhe mundësi të reja në fushën e ekonomisë. Kryesisht përfitojnë shenjat siç janë Gaforet, Akrepat, Bicapët, Peshqit, Demët dhe Virgjëreshat të 10 diçit të tretë, ku kanë një ndikim shumë të madh dhe shenjat që kanë planetet në këto shenja. Në të njëjtën ditë duket se Marsi nga Gaforia formon një trekëndësh në orën 11:10, po të them, trekëndësh me Saturnin në Peshk, i cili na ndihmon të jemi aktiv, të organizohemi më mirë në veprimet tona, të fokusohemi në qëllimet tona dhe të studiojmë detajet në biznese dhe të shikojmë që të ndikohen shumë gjëra për sa përket çështjeve dhe kontrolleve që kanë bënë me punën aktuale dhe gjërat të mëdha që do të vinë tani e tutje. Do të jemi të kujdesshëm në një farë mënyrë, por pozitivisht, sepse mirë është për ju që merreni me tregti, bëni një studim të rregullt. Për ju që merreni me biznese të rëndësishme, shikoni, mos bini viktimë vetes suaj, se do t'ju duhet për marrjen e pasurisë, çështje pasurie pa luajshme, disa dokumenta, do të shikoni edhe një herë. Për ju që merreni me tregti me jashtë, kujdes me dokumentat në dogana e kështu me radhë. Sepse kemi të bëjmë një nga ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë se nuk duhet të nxitojmë, në asnjë lëvizje përpara se Mërkuri dhe Afrodita të kthehen në rrugën e tyre të drejtë. Ndikojnë pozitivisht Gaforet, Bicapët, Demi, Akrepi, Virgjëreshat, Peshqit të 10 diçit të tretë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pra është një ditë fantastike, ku është një ditë shumë e mirë dhe shumë pozitive. Por tani para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja e roz shkon atje dhe duke pasur parasysh në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj, atëherë mund të zgjidhni gjërat më të mira të mundshme që ju e keni në çështjet e punës, në çështjet e ndikimeve që mund të keni, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që juve do të filloni diçka të re në këtë aspekt. Duke pasur parasysh edhe mundësitë që do t'ju jepen në anën e financave, sepse lidhet shumë me financat, dhe kjo bën që juve të rikujtoni dhe një disa gjëra të së shkuarës, ku mundësitë janë të mëdha. Prandaj e them këtë, duhet zgjidhni çdo lloj pakete atë që juve ju intereson. Është pikërisht kjo faqja këtu. Atje mund të zgjidhni gjithçka, e keni zgjedhur paketën dhe më pas për çdo gjë që mund të jetë, nuk është vetëm për marrë një paketë ose diçka që mund të keni, juve mund të keni diçka tjetër që nuk është fare aty. Por atëherë mund të klikoni atje dhe të hedhni të dhënat juaja, më pas më flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube dhe në kohën që ne jemi live, e doni që të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin tjetër këtu, e klikoni, përqeni faqen, na bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha dhe më pas bëni share faqes e jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe të merrni live përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat të radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Por juve të shenjës së Dashit, meqense tani në këtë periudhë ka të bëjnë me mënyrën dhe mundësinë e karrierës suaj, sepse keni lidhur për karrierë dhe dini shumë mirë çfarë bëni. Kjo është një mundësi mjaft e mirë në kohën e duhur, në momentin e duhur, gjërat do arrihet një komunikim, një bashkëbisedim, sepse kjo periudhë është e juaja dhe funksionon në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash, dhe me Dëm të 10 diçit të tretë, duket se gjërat janë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Por juve të shenjës së Demit, keni një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë, dhe është një periudhë mund të flitet shumë në raste konkrete tuaj, meqense dita e sotme pikërisht e datës 5, ku kemi të bëjmë një Marsin në Gafore dhe që formon një gjashtkëndësh me Uranin në shenjën tuaj, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi dhe kohën e duhur për nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Akrep dhe me Virgjëresh duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve.
Binjak të dashur, sado që keni pasur probleme ose keni pasur gjëra të paqarta me persona të ndryshëm, po vjen një moment që gjërat jenë krejt ndryshe nga që mendoni, sepse ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me ekonominë, në lidhje me gjërat që mund të ndikohen në anën tuaj. Dhe është një mundësi e artë për sa përket të punës së karrierës, për sa përket ndryshimit dhe vendimit më të rëndësishëm që mund të keni tani tutje. Në lidhje me çështjet shpirtërore, edhe pse keni pasur një problem të vogël juve në fushën e bisedimeve me të dashurin apo të dashurin tuaj, që keni pasur me ujor, zgjidheni sot, sepse është ditë e mirë. Kurse nëse keni pasur probleme me luan, bini pas sepse është koha juaj dhe është momenti i duhur. Vijojmë tek shenja radhës që është gaforja. Për sa përket shenjës së gaforës, me kësaj gaforës duket se ka një ndikim favorit, duke pasur parasysh në këtë ditë kaq të rëndësishme me Marsi në shenjën tuaj, duket se bën një trekëndësh me Saturnin tek Peshqit, ku ju ndihmon të jeni më aktiv, të shikoni gjërat më të qarta dhe të jeni me më këmbë në tokë. Kjo do të thotë që ndikimet që kanë bëjnë, mundësitë që do t'ju jepen, juve jeni shumë të fituar dhe futeni në klubin e të fituarve, sepse ka bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj, por sidomos të dhjetëçit të tretë, ku është diçka shumë pozitive. Madje e keni mundësinë për të zgjidhur një çështje problematike që keni pasur para disa kohëve, dhe duket se tani ka ardhur momenti dhe koha për ta zgjidhur një herë mirë një çështje të tillë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me shitjetar dhe me peshk, duket të mbara. Vijojmë tek shenja radhës, që janë luanët. Për sa përket luanëve, me kësaj juve të shenjës së luanëve, keni shumë gjëra për të thënë, shumë gjëra për të rregulluar, sepse duket se tani është një mundësi shumë e mirë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, dhe kjo do të thotë që vërtet është koha e duhur për të zgjidhur problematikat e juaja që keni pasur para disa kohëve. Vjen një moment shumë pozitiv për sa përket vazhdimësisë dhe disa para një kredi mund t'ju ndihmojnë jashtëmase për biznesin tuaj, që të arrisni biznesin dhe të arrini majat në fushën e karrierës. Dhe ndryshimi më i madh që është tani e tutje, e keni kohën tuaj dhe keni mundësinë, momentin e duhur për të zgjidhur këto gjëra në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me shitjetar, duken të mbara. Vijojmë tek shenja radhës, që është Virgjëresha. Për sa përket Virgjëreshave, me kësaj Virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë nuk është se kanë lënë pas dore ose nuk kanë bërë gjëra siç duhet, vjen momenti dhe koha tani për të arritur në finish në anën e tyre, por është një moment i duhur në lidhje me takimet, me vendime të rëndësishme që do të merrni tani tutje. Janë të rëndësishme, do jenë shumë të rëndësishme, sepse koha ka treguar dhe tregon që dini shumë mirë çfarë do të bëni në anën e punës së karrierës, në punën edhe lidhje me vendimet që do të merrni, ku janë vendime historike, janë vendime për punën, janë vendime që çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal zgjuarsisë suaj, fal mundësive që do t'ju jepen, dhe është koha e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor, duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshorës. Peshorët e dashura, është koha dhe momenti tani, sepse ka të bëjnë me një ndryshim në lidhje me fushën e karrierës suaj dhe të punës. Ajo që do të diktoj, do të ndikoj më tepër, është arritja dhe mundësitë që keni tani tutje, janë mundësitë dhe pozicionimi planetar që do t'ju ndihmojnë në anën tuaj, në biznes dhe në karrierë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me takime, vendime, dhe është një mundësi dhe juve përfitoni në këtë aspekt të datës 5, ku është dhe momenti i duhur në gjërat që do të keni. Por të tjerët pasojnë dhe mirë bëjnë, sepse dita e shtunë e datës 5 për ju ka një mundësi plus, se nëse thoni një fjalë, e thoni sepse doni ta thoni dhe jeni në këmbë tokë dhe dini çfarë do të bëni. Prandaj mos u visni mendjen, sepse jeni me fat dhe shumë madje në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gafore duket se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e akrepit. Për akrepët, akrepi duket se tani nis një rrugtim të ri drejt së ardhmes së tyre, edhe pse kanë pasur disa problematika të ndryshme, edhe pse tani për tani nuk kanë qenë aty ku duhet për një mijë arsye, ndryshe mendojnë, ndryshe veprojnë, por vjen momenti tani që do shikojnë gjërat në detaje për sa përket arritjeve të mëdha, për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe ndryshimit. Marrje vendime të rëndësishme në kohën e dur, sepse
kjo rrit besimin, rrit çështjet vendimtare, sa lidhet shumë me vendimet që mund të merren dhe gjithashtu është një moment i duhur në anën dhe në komunikime, në vendime të rëndësishme dhe gjekët, sepse duke se tani vërtet e keni mundësinë, vërtet jeni me fat në këtë drejtim. Koha ka provuar që ju e dini gjërat, të rregulloni, të stabilizoni në anën tuaj dhe në mundësi të reja që do të jepet tani tutje. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me peshk duke të mbarë punën dhe karrierën, sepse mënyra dhe mundësia për sa përket akrepëve duket se gjërat zgjidhin në anën e tyre, megjithëse kanë për të bërë në anën e punës dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë. Shqiptarët gjithmonë kanë një mundësi plus për sa përket punës, por meqense ndikimi i bashkëpunimit që kanë shqiptar akrep ka një mundësi shumë mirë për sa përket bisedave dhe mundësive. Në lidhje me çështjet që kanë bëjnë me anën e takimeve dhe të biznesit, është koha juaj. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore për juve të shenjës së shqiptarit, sepse shqiptarët gjithmonë janë mbeten shenja perfekte në fushën e biznesit, në fushën e karrierës. Shqiptarët gjithmonë ndryshojnë ato çka do të bëjnë. Shqiptarët e ditës të tretë kanë një shans plus në lidhje me ndryshimin që do të bëjnë dhe kanë mundësi për zgjidhur problemet e çështjeve të tyre. Në fushën e dashurisë, të ditës të parë të shenjës së shqiptarit duket se me virgjëresh dhe me binjak duket në mbara. Pak vëmendje do të bëni me peshk të ditës të tretë kur është koha dhe mundësia. Vijojmë tek shenja e radhës, janë britsapët. Për sa përket britsapët do duket se tani është një mundësi e artë në lidhje me takimet që do të bëni, në lidhje me vendimet që do të keni, do të merrni tani tutje. Por këto janë vendime që merren kohra të ndryshme, por vjen dhe një moment tani që është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe konkretizimin e një lidhjeje në fushën e karrierës suaj dhe të biznesit, sepse lidhet shumë me biznesin kjo, por është mundësia më e mirë e mundshme për të stabilizuar ekonominë tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me binjak dhe me virgjëresh duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është ujori. Për sa përket ujorëve duket se tani do nisin disa çështje pune, disa punë shumë të rëndësishme për sa përket karrierës, për sa përket ndryshimit dhe vendimit të madh që do të merrni tani tutje, ku është një kohë shumë e rëndësishme ekonomike financiare për të zgjidhur disa probleme të pazgjidhura më përpara dhe vjen një moment tani që është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm në stabilizimin ekonomiko-financiar. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me binjak të ditës së parë, akrep të ditës së tretë është një kohë shumë e përshtatshme dhe mundësi të reja që do të keni tani tutje. Pa kujdes me luan të ditës së dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Peshqit dashur, bëni kujdes në lidhje me anën e punës, sepse tani për tani ajo që do të keni në fushën e karrierës, kur ka të bëjnë në lidhje me punën tuaj, do të jepet një ofertë, por kjo ofertë mban pak kohë, por gjithsesi është kohë e mirë dhe pozicioni planetar ju ndihmon në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e ditës së parë dhe me akrep duket të mbara, pak vëmendje me peshore të ditës së tretë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 5 prill të 2025. Para se të ndami bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues që doni një parashikim të detajuar. Atë kemi faqen roz këtu, duke klikuar e klikoni dhe aty mund të zgjidhni një nga paketat që Astrologo.al ofron. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj, ajo që ju përshtatet më mirë, shkoni tek sekretaria e shikoni atë kuadratin e vogël aty. Ajo është për të hedhur të dhënat e juaja dhe numrin për katës të blerjes dhe pastaj duke dërguar dhe sekretaria njofton direkt, mund të flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që direkt të dërgoni mesazhin, kemi pikërisht të butonin tjetër këtu. E klikoni dhe më pas aty mund të klikoni që ndiqni ato hapa dhe jeni gati pastaj për dërguar mesazhin dhe të merrni live përgjigje. Nga unë Gjorë Pulla, më të mirë një orë. Gjithë mira.